Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Ekspres për ditën e sotme. Do të flasim sot për ato që është kthyer një temë të debatit publik në ditët e fundit, çështjen e burgut apo e ish burgut të Spaçit. Me mua në studio është bashkuar historiania Enriketa Papa. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Zoja Papa, si do e vlerësoni debatin e fundit mbi atë që konsiderohet si një leje dhënë për të kryer xhirime, por çka është më e rëndësishmja, modifikime për interes të një filmi? Unë do doja t'i ndaja në dy aspekte. Një ka të bëjë me debatin publik mbi atë që po ndodh në Spaç dhe lejen për të bërë modifikime apo qoftë edhe për të kthyer Spaçin si një vend xhirimi për një dokumentar apo film, paktën sa kam ndjekur nga media. Debati është i jashtëzakonisht i vonuar, do thoja, për sa i përket jo vetëm Spaçit, por përgjithësi për përballjen me të kaluarën komuniste, në aspektin e dhunës, në aspektin e represionit, por qoftë edhe në përgjithësi se çfarë ka qenë diktatura komuniste në Shqipëri, ku Spaçi, që në fakt ka dhe këtu debate, është burg, kampi i punës së detyruar, apo do të quaja një repart riedukimi 303 që këtu nis se çfarë ishte. Pra ne, këtu del tamam, këtu del mungesa e informacionit dhe e njohurisë mbi çfarë, jo vetëm mbi Spaçin, por me gjitha repartet e punës së detyruar, apo të riedukimi në aspektin e njeriu të ri, në aspektin e një lloj ideologjie totalitariste, e një lloj indoktrinimi politik, ideologjik, social, kulturor. Ky ka qenë Spaçi dhe shumë repartat të tjera riedukimi apo kampet punës së detyruar, ku ata që ishin të dënuar ndaheshin në dy kategori: politike dhe ordinere, në kuptimin e krimeve, vrasjeve apo veprave të ndryshme penale. Për sa i përket krimeve politike, është ideja e persekutimit politik për shkak të thyerjes së normave kornizës ideologjike të shtetit komunist dhe vijimeve. Në Spaç ka qenë një pjesë e mirë e elitës, do thoja, shqiptare post-komuniste, si që kemi vënë re në këtë aktivizimin e tyre nga Fatos Lubonja, Ngjela, Max Velo e të tjerë, qoftë edhe Visar Zhiti, të cilët, apo dhe regjizori i dokumentarit që po organizohet, kanë të drejtën e tyre të jenë protagonist të debateve, të projekteve të ndryshme që bëjnë. Ajo që mua më shqetëson ka të bëjë me ndërhyrjen direkt në një sajt kujtese, në kuptimin e vënies së një eksperimenti, e kthimit të një sajti memorie autentik, pavarësisht rënimit të tij, në një shesh xhirimi. Për mua këtu është çalon problematika për sa i përket frikës së dëmtimit të këtij sajti. Momenti që vëm dorë artificialisht në një vend kujtese, i cili për fat keq ende në dijenin time nuk është kthyer, nuk është shpallur një sajt i ruajtur nga shteti. Nuk është i muzealizuar. I muzealizuar është tjetër gjë, po hapi parë është ta mbrojmë. Unë e di që jo, kampi te Pelenës e di që është shpallur të paktën me një kërkesë nga Instituti për Studimin e Krimeve të Komunizmit, ISKK-ja, që i ka bërë një kërkesë atëherë Ministrës Kulturës Kumbar për ta mbrojtur. Unë e di që është dhënë statusi i një territori të mbrojtur nga shteti. Spaçi ende jo, dhe fatkeqësisht Spaçi është lënë në 34 vjet i rënuar, por jo vetëm Spaçi. Më nga që 9-11 të tilla si Spaçi, që nga Bedeni, ke Burgun, ke Ballshin, ke Qavbarin, ke shumë sajte të tjera, të cilat janë lënë në mënyrë, në një rënim total. Ke fshatrat internimit, ke Savrën. Në Savrë vetë ishte përndjekur, kanë ngritur një monument në kthes për të shkuar në fshat, por asgjë tjetër nga ana e institucioneve publike që kanë përgjegjësinë për të kujdesur për këtë. Për këto lloj sajte. Vjen puna pasaj të projekti, thash, gjithsecili është i lirë të bëjë çdo lloj projekti, në momentin që ka buxheti, në momentin që ka mjetet, por duhet një kujdes i jashtëzakonshëm për të mos shpërdoruar apo mërzdomtuar sajte të tilla, të cilat nuk është se i shërbejnë vetëm një projekti personal apo të disave, por janë sajte të kujtesës të shqiptarëve nën komunizëm. Po shumë kush mund të thotë që duke u xhiruar ky film, i cili është në planifikim e sipër, mund t'i shërbente më mirë memorjes për ta ruajtur atë sajt. Po nuk e ruan memorien, ajo është çdo projekt që evidenton, dërgjegjëson, informon mbi të kaluarën totalitariste komuniste në Shqipëri, për mua është gjë fantastike për të bërë. Ajo që duhet pasur kujdes është mos dëmtimi i këtyre sajteve, dhe momentin që ti
lyen me bojë një tull, momentin që suvaton një mur, ti e heq diçka nga autenticiteti, jo vetëm siç ka qenë gjatë komunizmit, por edhe në 34 vjet post-komunizëm, për të parë që ky sajt është rënuar. Unë mbaj mend që OSBE-ja ka organizuar para disa vitesh një tryezë me ekspert, jo vetëm nga arkitektura, jo vetëm nga ekspert politikave të kulturës, por edhe historianë dhe ekspertë të tjerë, të cilët, apo gazetarë, të cilët kanë dhënë mendimet e tyre se çfarë duhet bërë në sajte të tilla, dhe mbaj mend që janë prezantuar disa projekte të tilla që kishin prapë spaqen si në fokus të tyre nga arkitektë shqiptar, nga disa NGO, organizata jo fitimpruse, apo dhe arkitektë huaj, për të modifikuar, për të bërë disa shkallë druri, për ta suvatuar, për ta asfaltuar këtë spaqen, rrugicat, shkallët, qoftë edhe barin, apo për të vënë dritare në ato dritare që mungojnë sot fatkeqësisht në spaq. Ajo që unë kam thënë paktën personalisht në atë tryezë është kujdes në transformimin e këtij kampi, e këtij reparti riedukimi, pasi vënia dorë në të do të thotë transformim i originalitetit të këtij sajti. Aq më tepër, mos marrja në konsiderate atyre që kanë qenë në burg, që kanë qenë në kamp, që kanë punuar, që kanë qenë të dënuar në atë kamp. Dhe nga ato që unë kam ndjekur këto kohë reagimet e këtyre individëve të ish të dënuarve, po qoftë edhe të aktivistëve të shoqërisë civile, pikërisht ky është shqetësimi i madh. Transformimi, modernizimi, lyerja, fshirja, një brainwashing, një fshirje e këtij originalitetit. Ka një rrezik fshim memorien në këtë mënyrë? Po patjetër fshim memorien. Transformojmë, ndryshojmë. Japim një tjetër fake, një falco, një memorie qoftë edhe të institucionalizuar, një memorie publike, e cila nuk është pikërisht ajo memorie atyre që kanë qenë të dënuar. Memoria në përgjithësi është një proces psiqik, i cili do ushqyer. Ne mbajmë mend momentin që ne lexojmë, rifreskojmë, bisedojmë, lexojmë të tjerë, ndajmë, shohim, edhe këto lloj emisionesh. Ky është ajo që ne na fikson memorien, na ngulit memorien, është një proces psiqik, si ju thash. Por në momentin që ti ke vetëm një lloj memorie, në kuptimin që ti vetëm shikon një memorie të dhënë zyrtarisht, një narrativ zyrtare, një narrativ publike, pa dëgjuar narrativat e tjera në një farë mënyrë, një gjuhë vernakulare apo një memorie multivokale, do thoja unë, ku janë disa zëra të cilat na japin tablon e përgjithshme se çfarë ka qenë Spaçi, çfarë ka qenë Qafbari. Por në momentin që ti dëgjon, shikon, lexon vetëm memorien që të vinë zyrtarisht, publikisht apo qoftë edhe institucionalisht nga institucionet zyrtare, qoftë edhe Ministria e Kulturës në këtë rast, apo qoftë edhe një projekt, kjo memorie nuk është autentike, nuk është origjinale, është monovokale, e njëzëshme, një version, por në një demokraci ka disa zëra. Ka një qëllim pas kësaj? Por nuk merren fare me qëllimet, nuk më interesojnë fare qëllimet. Shqetësimi im si historiane, duke u marrë me totalitarizmin dhe me diktaturën, ka të bëjë me përpjekjen maksimale për të dëgjuar të gjithë përfaqësuesit, për të matur mirë momenti që duam të bëjmë projekte që kanë të bëjnë me institucione të tilla, ku muzealizimi është një aspekt kyç, do thoja, për sa i përket trajtimit dhe përballjes me të kaluarën totalitariste në Shqipëri, që ka munguar, domethënë ka një lloj vrulli, ka një lloj shpejtësie dhe ka një lloj në anglisht thon quick fix, një lloj zgjidhje shpejt momentale për t'i dhënë përgjigje një kërkese që mund vi që është shumë e drejtë, por duhet pak dëgjuar dhe pyetur ekspertët. Unë kam qenë në Qafbari, po ashtu edhe në Spaç, në Tepelem, Porto Palermo, vende të cilat kanë shërbyer si vende burgimi, vende izolimi, qoftë edhe të punës detyruar. Po të shikoni në Qafbar është e rënuar vetëm një godin, një berberan që ka qenë, po që janë vetëm karakatina, shkallë të rënuara, çdo gjë e hequr, e prishur, e grisur, nuk e di, është një çmenduri. Ka shërbyer edhe dalldia e 97-s. Unë çova studentët dhe nuk e din, më thanë, profesoresh, ne dim vetëm për Spaçin kemi dëgjuar, po na habit me Qafbarin. Nuk e dinim. Domethënë e din vetëm ata që kanë qenë të dënuar aty, e din vetëm ata që kanë bërë një revolt 10 vjet mbas Spaçit në Qafbari. Është ky rreziku më i madh që historia nuk do mësohet nga ata më të rinj që nuk e kanë jetuar kohën, kanë lindur shumë. Momentin që historia, dhe këtu bëj edhe një lloj thirrje, ndoshta edhe për, nuk e di se sa e dini ju si media, por momentin që historia është kthyer me lëndë me zgjedhje në gjimnaz, ne jo vetëm do harrojmë, por ne nuk do dimë se ku kemi qenë, nga vim, cilët janë rënje, dhe nuk flas vetëm për historinë kontemporane bashkëkohore, por edhe për atë të lashtë, do bien prej viktimizimit, do bien prej mitizimit, do bien prej falsitetit. Momentin që nuk studiohet historia e vendit tënd, ti nuk ke prejardhje, nuk di dhe je një lloj objekti i manipulueshëm.
që mbushet, si një enë bosh, e cili mbushet me një lloj informacione që vjen në formë publike institucionale, por jo metodologjie qartë, shkencore. Vetëm studentët që do studiojnë histori, që janë për fatkeqësi shumë pak, për shkak të historisë i lëndë me zgjedhje, për shkak të një emigracioni masiv të rinjve, ne po do fillojmë të mos kemi historian apo mos kemi mësues historie dhe do fillojmë të bëjmë këto quick fixet, zgjedhjet momentane për të marrë një profesor apo një mësuese apo një mësues nga gjeografia, nga fizika, të shtatin, por sa formim historik ka? Kemi ama një problem tjetër që më duket mua është edhe më i madh në raport me të shkuarën komuniste, ne nuk përballemi. E ke shmangin përballjen? Pse ndodh kjo? Po ne kush? Po shoqëria, po them. Po e marrë të madhe. Shoqëria, si të përballet shoqëria në momentin që institucionet publike nuk japin mjetet për të përballur me të kaluarën, cilat janë politikat e kujtesës në tranzicion, në atë tash e quajtur në procesi drejtësisë tranzicionale, që ka të bëjë me politikat e kujtesës, me memorialet, me kurikulat e arsimit para universitar, ka të bëjë me muzet mbi të kaluarën, ka të bëjë me aspektin ligjor, me mjetet e ligjor, me aspektin e proceseve gjyqësor, sa procese gjyqësor ke, sa emra dim ne sa të informuar jemi mbi ata që kanë qenë përgjegjës, çdo gjë e lidhur me Enver Hoxhën, po është një zinxhir i tërë komandues që ka përveç Enverit, ka një janë një aradhë e madhe zinxhirësh, institucionesh, ministrish, drejtorish, të cilët kanë qenë pjesë e kësaj përndjekje. Pra, për të përballur vetvetimin me të kaluar njeriu. Që ishte sistemi i tillë, të tilla ishin ligje. Kështu ka qenë koha. Po kjo është absolutisht banaliteti i keqes, siç ka thënë Ana Arendt. Do duhet të bëjë një gjyq i Eichmannit për të kuptuar banalitetin e të keqes, për të kuptuar që e keqja vjen edhe nga i burokrati që verbtasi ka shërbyer, ka zbatuar urdhra që i vinin nga lart. Por duhet zbërthyer dhe ajo që duhet bërë mbi të kaluarën është pikërisht kuptoj mirë çfarë ka qenë. Por pa informuar, pa lexuar, pa bërë projekte shkollore. E presim nga shteti të gjithën se... Jo nga shteti, më janë institucione shtetit. Kjo e kishte institucione. Që në momentin që flasim me të rinj, në momentin që flasim me shkollat, këtu vjen Ministria e Arsimit, vjen Ministria e Kulturës, vjen Ministria e Transportit për të bërë këto sajtet e rrugët për të shkuar në Spaç. Unë e di që keni qenë në Spaç, në Qafbari, rruga është e tmerrshme, është e pa asfaltuar. Si të shkojnë? Ka projekte që muzeun e Spaçit ta bëjmë në Mirdit, në Rëshen, por mos ta bëjmë të sajti in situ në Spaç, sepse do na lodhen turistët, vizitorët të shkojnë 7 kilometra në atë rrugë problematike për të shkuar deri në Spaç. Pra këto janë problematika të cilat patjetër kanë të bëjnë me politikat institucionale publike, shtetërore, por edhe të memorjes. Ne në këto 34 vjet ne në kuptimin e shtetit, institucione publike, politikanëve, atyre që kanë qeverisur vendin, kanë bërë një lloj, unë e them vazhdimisht dhe kam shkruar, një lloj ping-pongu me të kaluarën, sepse e kanë shfrytzuar, e kanë instrumentalizuar të kaluarën për profitime të shpejta momentane, qoftë në aspektin e lustracionit, të një lustracionit të shpejtë, të egër, pa marrë parasysh dinjitetin njerëzor, për të cilin janë hedhur poshtë nga gjykata kushtetuese si këtu, apo janë marrë nga gjykata ndërkombëtare e drejtave të njeriut në Strasburg, janë marrë me muzealizime të shpejta, siç është shtëpia me gjethe, janë marrë me muze privat, Bunkart 1, Bunkart 2, të cilët për shqiptar tregojnë thjesht historinë e Ministrisë Brendshme apo historinë e mbrojtjes, apo qoftë edhe shtëpia me gjethe që është një muze dinjitos, do thoja, në fillim kam qenë skeptike, por janë shumë pak. Jemi marrë me vilën e ish diktatorit për ta kthyer në një rezidencë artistike, e cila ende është një vend, një tokë inkognito për shqiptarët, të cilët do të mund të futen aty në momentin që mund të ketë një event artistiko ndërkombëtar për të shkuar, për të futur me atë këshërin, por për mos parë. Po mirë, se tek këto shtëpi të diktatorëve është pak thik me dy presa, dhe mund duke marrë parasysh ju e njihni historinë e shtëpisë Hitlerit në Braunau. Çështja është mund të kthehet në vend pelegrinazhe, i kemi ende sot njerëzit që dalin me fotot e diktatorit në data të caktuara. Shikoj, momentin që kujtesa, nostalgjia nuk e eviton dot. Problemi është ti të evitosh amnezin, haresën. Nostalgjia është aty për shkak edhe të deficiencave apo të mungesave apo të ngërçeve dhe mos vullnetit për të marrë seriozisht me të kaluar. Nostalgjikët do jenë aty dhe nuk e eviton dot. Problemi është ata që janë gjallë, të dëgjohet zëri, vuajtësve, viktimave, shtresave të marginalizuara gjatë diktaturës, të cilët vinë, jeta bën ritmin e saj, po ndrojnë jetë dhe po harohen. Kalojmë në amnezi dhe kjo është rreziku më i madh i amnezisë, do thoja unë, se sa nostalgjia. Nostalgjia përballet edhe duke kujtuar, jo duke haruar, rëno për me tregue pa dërzef plumi. Pra, për mua është një proces win-win momentin që ne kemi seriozitetin, vullnetin, për të marrë një herë mirë me të kaluarën totalitarisë të Shqipërisë,
në forma dinjitoze dhe shembujt janë kudo shumë të mirë. Kemi bërë institucione, janë marrë disa hapa, ISKK-ja, AIDSSH-ja, Autoriteti i hapjes dosjeve për ish sigurimin e shtetit, por dhe aty ka problematika ligjore, ngërçe ligjore, të cilat nuk bën një transparencë të plot, pasi ka në paragrafe ligjës që përballen ose bien ndesh me patjetër që ka të vëna enka por sepse nuk ka një transparencë të plotë, sepse kemi marrë ligjin gjerman për autoritetin e dosjeve, por ke një ligj tjetër për drejtën e informimit, i cili ndeshet apo drejta autorit që bie ndesh me ligjin e autoritetit dhe nuk hapet dosja. Pra vazhdon prap anonimatit. Ti ke në check-in një model ku i ke online të gjithë bashkëpunëtorët, të gjithë ata që kanë qenë përgjegjës për krimet e diktaturës, dhe ka një transparencë të plot. Ke autoritetin e dosjeve fantastik në Gjermani, në Berlin, për ish dosjet e Stazit të sigurimit gjerman, që është marrë copy-paste një version i autoritetit tonë, po thash këto ngërçe, këto kufizime ligjore kanë bërë të mos kemi transparencë. Ke po ashtu ISKK-n e cila ka bërë një punë të lavdërueshme, do thosha, sidomos këto vitet e fundit, por duhet më shumë, duhet një ndërgjegjësim publik, do thoja unë, nga autoritetet. Për të ndalur të ky ndërgjegjësimi publik, kemi ne një problem me atë shprehjen që po shiko se nëse do t'i hapim gjitha do ketë vllavrasje, jemi vend i vogël, këtu ka spionuar vllai-vllain, gruaja burrin. Ju them shembullin gjerman. Kudo ka spionuar, kudo ka pasur të tilla raste, po të merrem, ne nuk mund të marrim me raste individuale, do të shikosh benefitin, përfitimin total të shoqërisë. Është mirë që kjo shoqëri të ndërgjegjësohet mbi atë të kaluar, apo të kemi kufizime. Pastaj këto janë vendimarrje të atyre që ne zgjedhim parlament për na drejtuar. Unë mendoj, duke marrë nga rasti gjerman të cilën e njoh mirë, po ju them, momentin që ra muri i Berlinit, vërshuan njerëzit në godinën e famshme me shumë kate të Stazit, një godinë gjigante në Gjermaninë lindore, në Berlinin lindor, për të parë që dosjet e tyre ishin grisur, ishin futur në makina dhe çfarë bën gjermanët? I gjetën të grisura, të coptuar, dhe çfarë bën? Si puzzle, si mozaik, morën i ndërtuan. Shpikën makinën që t'i ngjiste. Pikërisht, por manualisht fillimisht. Pse? Cila është ndërgjegja? Pra, nuk është problemi për të fajsuar, për të bërë me faj. Problemi është për të ndërgjegjësuar, qoftë edhe për të ndjellur atë ndjenjen e turpit. A kanë turp këta njerëz? Ky është diskursi i fortë historik, po ashtu, por qoftë edhe në aspektin e memorjes. A kanë turp ata që kanë qenë përgjegjësh për të rikthyer ajo që ju thatë? Kështu ka qenë koha. Jo, a ke turp ti që ke marrë urdhër për të pushkatuar? Kam zbatuar ligjin thotë. Për të bërë unë avokat në djalit. Po janë burokratët, atëherë momenti që s'ka turp, është shumë komod momentin që ti nuk ke nxjerrë emrin në shaming. Në teorinë e kujtesës dhe në drejtësisë tranzitore është kjo lloj paragrafi. Emërto dhe bëj me turp, në kuptimin që ti duhet ta dish se cili ka qenë. Unë nuk shoh në një problematikë aq më shumë 34 vjet që thash që kanë kaluar, rëndësi ka që të kuptojmë se çfarë ka ndodhur, se kanë përshtypjen ende ne nuk kemi ndërgjegjësim. Pra ja vëm fajin shoqërisë, por nuk është problemi fajt, se kush është fajt, është politika që ndërton për të ndërgjegjësuar, ma nuk është problemi fajt fare, është problemi ndërgjegjësimit të kësaj shoqërie për atë që ka ndodhur, mos ta marrim lehtë. Është një debat që kam përshtypjen duke parë Gjermaninë që thoni ju do të vazhdojë se edhe 80 vjet apo 90 vjet pas ardhjes nazistëve në pushtet, sërish debati nuk është mbyllur. Gjermania ka mësuar shumë nga mënyra se si janë marrë me denazistifikimin. Dhe në Gjermani e morën lehtë denazistifikimin, ku për një 2-3 dekada të mira mbas rënies së nazizmit, ka pas atje problematika për të mbyllur shpejt problemin e luftës së dytë botërore, krimin, dhe për të krijuar një shtet gjerman për shkak të konjunkturave historike, ndarjes së Gjermanisë në 4 zona, apo qoftë edhe Berlinit në 4 zona, unifikimi i 3 perëndimoreve dhe krijuar 2 republika lindore dhe atë federale perëndimore. Por mënyra se si gjermanët janë marrë me dekomunistizimin është një shembull tipik që nuk na kërkon shumë të qëmtojmë shembuj të tjerë, por e kemi aty. Ti në Gjermani shkon në metro, ti Gjermani hypën në autobus, në transportin publik, ti e ke muze të hapur, Open Museum, ku do t'i shef pankarta, ku do shef fotografi, qoftë nga epoka nga periudha e luftës dytë botërore, qoftë nga periudha e komunizmit të tyre. Ti shikon, ndërgjegjësohesh, e ke një memory space, një memoryscape, një lloj ambienti memoristik të gjallë. Ti e shikon dhe nuk ka mundësi të mos fiksosh diçka. Pra dhe vizualisht, kurse ne çfarë shikojmë? Shihni checkpointin, që ato kanë checkpoint Charlie, ne kemi checkpointin e bllokut, post bllokun tek parlamenti, godina e ish komitetit qendror. Nga Ardiani Sufi dhe nga Lubonja, një muzej hapur fantastik për
për turistët, por dhe për ata që kalojnë vetë qytetarët, të gjithë ndalojnë aty. Po ti kur lexon kolonat Spaqit, muri Berlinit, bunkeri, çfarë janë këto? Cilat janë këto simbole? Dhe fillon dhe shpjegon, kërkon shpjegime dhe të mbetet diçka. Por sot është ironuar, e ke me xham të thyrë, e ke të shqyrë, pra ky është kujdesin që ne tregojmë ndaj të kaluarës. Pra janë shumë problematika, prandaj them që nuk është problemi fajt, problemi është tek sa ne jemi të vullnetshëm, sa ne jemi të gatshëm të merremi seriozisht me të kaluarën tonë totalitare, jo vetëm për mos u përsëritur, por për mos harruar, sepse është një rrugëtim, një segment i ndërgjegjës sonë. Përsëritet? Po dhe përsëritet, nuk është çudi, me historia këtë ka atë ironia e historisë, por përsëritet në forma dhe çik më agresive, po ndoshta edhe më qesharake. Pra ai banaliteti mund na vi dhe na shoqëron, do thoja, madje jemi ende na shoqëron në këtë lloj debatesh të munguara, ku do dalë diçka dhe të ndizet ai flaka e madhe, kur flaka është aty për 34 vjetëve. Jemi pak që shoqërinë neglizhente për të kuptuar psikologjinë pse ndodh. Anashkaluese, nuk e di, nuk e kushtojmë vëmendjen e duhur. Unë nuk e shoh fare problemin tek shoqëria. Shoqëria, thash, në procesin me të kaluarën do ushqim. Kujtesa duhet ushqyer. Momentin që ti nuk ushqen, organizmi vdes. Kujtesa vdes. Kaq. Momentin që informohesh, momentin që shikon, momentin që lexon, momentin që udhton. Sa projekte shkollore, nuk po flas universitare, po para universitetit. Sa projekte, sa janë financat e shkollave, sa investon Ministria e Arsimit, Ministria e Kulturës për të tilla projekte për shkollat, sa fuqi kanë shkollat që të bëjnë, të studiojnë apo të japin projekte alternative, jo vetëm te teksti. Teksti është i thatë, jep një informacion edukues. Përjetimi është i rëndësishëm, ta çosh në sajt. Sa ekskursione kemi parë? Në të kaluarën time kam qenë të Avni Rustemi dhe kemi pas fatin që kemi pas Mine Pezën në lapidarin aty dhe çdo 5 maj na kisha armajt hundës, pa ama mua Mine Peza më është fiksuar. Pra sa është fiksuar ti me bie, ti biri, fëmijëve tan, vende të tilla të kujtesës janë fiksuar vetëm liçeni. Peza, po Peza si fshat për të luajtur me top, po jo Peza si një sajt memori dhe aty Peza është sajt memori. Po patjetër lufta dytë botërore, një tabu e një patate nxehtëse. Dhe unë falenderoj që je dhe vjen dhe flet pa u lodhur për tilla çështje. Ishte Enrique Napapa, ishte edhe për sot Express. Bashkë mirë takofshim.